unë falenderoj shumë miq dashur, është momenti që ne ndjekim një material, bëhet fjalë për një reportazh nga qyteti i Shkodrës, e ka përgatitur gazetare jon Katerina Kostrista. Le ta ndjekim materialin, themi sërish në studio me një tjetër të ftuar. Ndodhet në zemër të veriut të Shqipërisë, një qytet i rrethuar nga të gjitha anët me ujë dhe është pika turistike më e preferuar e turistëve. Bëhet fjalë për qytetin e Shkodrës. Miq të Kolor, ju përshëndes nga kryeqendra e veriut të Shqipërisë. Ndodhemi në qytetin e bukur të Shkodrës. Së bashku me kamerën tonë do të vizitojmë disa nga pikat më të rëndësishme turistike që ofron Shkodra për turistët vendas dhe të huaj. Shkodra quhet për një traditë të veçantë, për mikpritjen e saj, ndaj ne kemi ardhur sot këtu për t'i parë më nga afër të gjitha këto. Shkodra brenda saj mbar disa pika të veçanta turistike. Një ndër to është edhe Kalaja e Rozafës. Ndodhet në hyrjen jugore të qytetit, në një pozicion dominues, rrethuar nga lumenjt, buna, drini dhe kiri. Miq të Kolor, ju përshëndes nga hyrja e Kalas së Rozafës në qytetin e Shkodrës. Së bashku do të bëjmë një vizitë të shkurtër në disa nga pjesët më interesante që ofron kjo kala për gjithë vizitorët, qoftë vendas dhe të huaj. Kalaja nga e cila sot vetëm rënojat kanë mbetur, vjen nga periudha veneciane dhe shumica e ndërtesave që janë të vendosura në kështjell janë shkatëruar. Tek porta hyrëse, vare në tavan shtresëzime gëlqërore të bardha. Këto staltide të bardha krahasohen me qumshtin e gjirit të Rozafës, prej nga mund të jetë formuar origjina e legjendës. Brenda mureve rrethues, ajo ka një sipërfaqe prej 4 hektarësh. Në sistemin fortifikues një rol të rëndësishëm luan edhe sistemi i kalimeve të fshehta të nëndeshme. Në të gjitha kohët, Rozafa ka qëndruar si një rojë e fuqishme e qytetit. Kështjella miveçare në vitet 80 i është nënshtruar restaurimit. Ajo është 2 kilometra larg qendrës së qytetit. Deri tek porta e saj mund të udhëtosh me makinë, nëpër një rrugë të mirë, pjesërisht e asfaltuar dhe pjesërisht me kaldrëm. Gjatë vizitës sonë nuk mungonin as vizitorët, si të huaj, ashtu edhe vendas, të cilët kishin vendosur të kalonin një ditë ndryshe. Një nga vizitorët shpreu shqetësimin e mungesës së një ciceroni për t'i treguar me detaje historinë e Kalasë së lashtë. Shkodra ka ndryshuar shumë, nga 64 që kam qenë për herë të parë këtu, e deri më sot ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Edhe është shumë herë më e bukur. Dhe njerëzit i ka të shkëlqyer. Mendoni që është një vend shumë i mirë për gjithë turistët e huaj dhe në një farë mënyrë promovohet edhe vlera dhe kultura e vendit tonë? Po, kjo që ndron, por fatkeqësisht këtu nuk pas ka ciceron. Këtu duhet ketë një ciceron që t'i shpjegojë atyre tjerëve, se unë e kam parë edhe herë tjera Kalan, kam bërë shumë rekonstruksione në Kala, më bëhet qefi që ka filluar një mirëmbajtje, por duhet edhe një ciceron që të tregoj. Brenda mureve antike, ka edhe një muze i kushtuar historisë dhe legjendës së kështjellës.
Ndodhemi në Muzeun e Kështjellës në Kalan e Rozafës, pranë meje është përgjegjësi i Muzeut Ndriçim Mlika, i cili do të na tregojë më tepër rreth këtij ambienti. Përshëndetje, zoti Ndriçim. Mirita dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Doja të dija paraprakisht sa është numri vizitorëve me parafërsi dhe kryesisht janë vendas, pra janë nga Shkodra, nga rrethet të huaj. Muzeu i Kalas vitin që shkoj ka pas 10.000 vizitor me bileta, plus edhe nxënësit e shkollave të rajonit të Shkodrës që e kanë të detyrueshme vizitën në muze sepse e kanë lënë mësimore. Vizitorët ne mund t'i ndajmë në 3 grupe të mëdha, një e treta janë shqipfolës, shqiptar pra, prej Shqipërisë apo prej Malitëzi apo prej shqiptarëve të Kosovës ose të Maqedonisë, një e treta janë slav, prej Malitëzi apo prej Bosnjët apo prej Serbisë, dhe një e treta tjetër janë nga Evropa Perëndimore ose Amerika. Por kjo është një ndarje në vjet përgjithshme, sepse bileta dhe shërbimi për ne është me të njëjtin çmim si për shqiptarët si për të huajt. Prandaj nuk kemi statistika për ta përcaktuar më prerë, më saktë shifrat ose llojet e vizitorëve. Muzeu është në një ndërtesë të shekullit të 15, është restauruar kjo ndërtesë në vitin 1987 dhe është ndërtuar një ekspozitë permanente kryesisht me objekte që janë gjetur në gërmimet arkeologjike të viteve 80 në Kalat të Shkodrës. Në vitin 2011 me fondet e Bashkisë së Shkodrës është ripajisja e muzeut, është përshtatë edhe herë sepse kishte shumë nevoja. Kishte shumë nevoja të marrë parasysh edhe diferencën kohore nga 1987 deri në 2011 u zbuluan gjatë kësaj periudhe shumë dokumenta për Kalan e Shkodrës, për historinë e këtij vend, të cilët nuk ishin pasqyrë akoma. Plus kësaj pati edhe zbulime arkeologjike të cilat ishte e nevojshme që të ekspozoheshin publikut. Për këtë arsye në 2011 ky muze u ripërshtat, por duhet të kemi parasysh për të mos pas një ripërsëritje të muzeut të qytetit, u ripërshtat si një muze i dedikuar nxënësve të shkollave dhe turistëve që nuk kanë informacion për Shkodrën. Ndërkohë që Muzeu i Qytetit është muze më specifik edhe në drejtim të arkeologjisë, edhe në drejtim të etnografisë. Në një farë mënyrë se po më thoni të nxënësit e shkollave, zhvillojnë një orë mësimi, nuk e di si. Rajonit e Shkodrës është lana vendlindjes që bëhet në fillore dhe është detyrueshme mu zhvillu ora mësimit në këtë muze. Doja të dija nga ana juaj cili është objekti më i vjetër dhe ai më i ri, pse jo? Ky është një muze linear, në kuptimin që paraqiten të gjitha fazat në të cilat ka kalu ky vend, Kalaja e Shkodrës, qysh në origjinë dhe deri kur ka dalë jashtë përdorimit në kuptimin edhe ushtarak edhe politik. Objektet më të vjetra janë të Neolitit dhe objekti më i vonshëm është flamuri i vitit 1914. Nga Kështjella mund të shijohen pamje të bukura mbi qytetin dhe mbi liçenin e mrekullueshëm të Shkodrës. Nga lart mund të shikohet edhe xhamia e Plumbit, e ndërtuar rreth viteve 1773. Cilësohet si një monument kulture i kategorisë së parë në qytetin e Shkodrës. Ndodhemi këtu në një ndër pikat më interesante të Kalas së Rozafës, në kullën e vrotimit të Balçave, ku mbrapa meje mund të shikohet i gjithë qyteti i Shkodrës, ndërtesat mjaft të bukura, mund të shikohet liçeni i Shkodrës së bashku me rrjedhjen e lumit të Bunës, me pak fjalë një pamje piktoreske shumë interesante ku gjithë ata turistë që do të vinë të vizitojnë Kalan e Rozafës do të shikojnë edhe disa vlera të veçanta që ofron qyteti i Shkodrës. Shkodra, ky qytet i lashtë 2500 vjeçar, është një nga qendrat më të shuara qytetare të Shqipërisë dhe të Ballkanit, i njohur si kryeqendra tradicionale e kulturës shqiptare. Duke ndjerë në këmbët e saj përplasjet e dallgëve të liçenit të Shkodrës, dhe në gjoks gurgullimin e lumeve të Bunës, Drinit dhe Kirit,
Me një dorë të mbështetur në bedenat e kështjellës legjendare të Rozafës dhe tjetra në Alpet shqiptare, Shkodra të ofron bukuri të virgjëra natyrore që rralli has në një vend tjetër të globit. Në rrjedhën e shekujve, Shkodra, veç etjes së saj për liri dhe pavarësi, ka afirmuar vlera të patjetërsueshme në rrafshin e kulturës dhe të artit, tradita të cilat kanë ardhur me bukurinë e tyre deri në ditët tona. Shkodra ka një sipërfaqe 2558 km2 dhe është i vendosur 90 km larg Alpeve dhe njëkohësisht fare pranë detit. Ky kompleks natyror harmonizon turizmin breg liçenor, malor, detar dhe tranzit tregtar. Kjo pasuri natyrore ka tërhequr vëmendjen e mjaft shkencëtarëve vendaze të huaj, të cilët i kanë kushtuar mjaft studime. Në Shkodër mund t'i gëzohesh jo vetëm natyrës së bukur, por edhe historisë, kulturës, zakoneve e rrugës së jetës. Një ndër to është edhe muzeu i cili është vendosur në një banesë karakteristike, e ndërtuar rreth çerekut të fundit të shekullit të 19, që ruan edhe vlera arkitektonike historike, pasi është shtëpia e heroit popullor Osokuka. Muzeu është i ngritur me koleksionet e muzeut të jezuitëve dhe të franceskanëve, rreth viteve 1850 dhe 1890, duke u pasuruar vazhdimisht me koleksione të ndryshme, blerjet e herpashershme dhe sidomos nga familjet shkodrane që kanë ruajtur me fanatizëm dhe me një vlerësim të posaçëm objekte, dokumente, vepra arti. Këtu ruhen dëshmi për të zbuluar dhe njohur qytetërimin e djeshëm dhe të sotëm. Por në Shkodër një vlerë të veçantë sidomos për artdashësit ka edhe teatri Migjeni. Shfaqja e parë është dhënë në vitin 1879, që në vitet 20 të shekullit të kaluar u krijuan shoqëri teatrale pranë gjimnazit të shtetit, ndërsa në vitet 80 Shkodra u bë qendra e skenës amatore. Teatri profesionist u krijua në vitin 1949 mbi bazën e teatrit amator. Qendra e Shkodrës është sërish një tjetër pikë veçantë dhe karakteristike që ofrohet për turistët. Aty mund të dallosh qartë harmoninë fetare, pasi qëndrojnë stoike ndërtesat e dy kulteve të ndryshme, asaj muslimane dhe krishterë. Shkodra është qyteti plot e përplot me histori, plot e përplot legjenda e mite, plot e përplot kapacitete intelektuale të magjepsme pamjen e saj. Nuk mund të lëm pa përmendur këtu edhe pedonalen e Shkodrës. Si në mëngjes, ashtu edhe në mbrëmje, bukuria e kësaj shëtitorie mirëpret njerëzit e saj të dashur. Rrugtimi tonë në qytetin e Shkodrës pothuajse i erdhi fundi, pasi kemi vizituar disa nga qendrat më të rëndësishme kulturore të këtij qyteti, jemi ndalur në pedonalen e Shkodrës. Siç e shikoni, është ora rreth 20 e mbrëmjes dhe lëvizjet janë të shumta nga qytetarë shkodranas dhe jo vetëm, të cilët po shijojnë ambientet e pedonales së Shkodrës.